Përplaset kamioni, aratisen majmunët e infektuar frika për përhapje të viruseve. Një aksident i zakonshëm rrugor ngjalli shqetësim të pamas në Mississippi të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe arsyeja ishte ngarkesa që kamioni në fjalë kishte me vete. Mjeti transportonte një grup majmunësh laboratori të cilët, siç shkruan The Guardian, me shumë gjasa ishin të sëmur, por që pas përplasjes së kamionit me një makinë të vogël në një autostradë ndërshtetërore, atje kafshët arritën të largohen dhe të shpërndahen nëpër zonë. Njoftimin e bëri në Facebook Departamenti i Policisë në qarkun Jasper, i cili sqaroi se po ashtu edhe majmunët që vinin nga Universiteti Tulane në New Orleans, Louisiana, ishin të infektuar me disa lloj virusesh, përfshirë hepatitin C dhe COVID-19. Majmunët peshojnë afërsisht 20 kg, janë agresiv ndaj njerëzve dhe kërkojnë trajtim të posaçëm. Nënvizohet në njoftim ku thuhet gjithashtu se kafshët paraqisin rrezik potencial shëndetësor për njerëzit. Zëdhënësi i Universitetit Andrej Iaun pretendon nga ana tjetër se gjyqtarët e përdorur në qendrën kombëtare të kërkimeve biomjekësore Tulane u ofrohen organizatave të tjera kërkimore për avancimin e zbulimeve shkencore dhe sipas tij nuk janë infektues. Ne po bashkëpunojmë në mënyrë aktive me autoritetet lokale dhe do të dërgojmë një ekip e ekspertësh për kujdesin ndaj kafshëve për të ndihmuar sipas nevojës. Më vonë zyrtarët e policisë lokale njoftuan se të gjithë majmunët me përjashtim të njërit janë eliminuar tashmë. Ne po vazhdojmë të kërkojmë majmunin e vetëm që është ende i lirë, shtuan ata.